jo thjesht shpresa, por i ka rilindur ambicia, i ka rilindur dëshira dhe pasioni, dhe me gjitha i ka rilindur besimi. Besimi që mbështetet tek një trup akademike e cila individualisht i ka të gjitha vlerat e nevojshme, por kolektivisht e kishte jashtëzakonisht vështirë që të mblidhej dhe të ndjej e bashkuar për një qëllim, me një ambicie dhe me një besim. Dhe ju sot, profesor, nuk jeni thjesht një kursesi, një akademik apo një njeri i ditur që është ndalur këtu për të thënë ato që di. Por ju jeni një pjesë e jona. Do thoni ju, po si ka mundësi prap, pa ju pyetur, ne ju deklarojmë pjesë tonën, siç pa ju pyetur, ju erdhëm atje në shkallët e universitetit. Tani, për ne ka dalë nami që jemi pak të dhunshëm, po aty ku ne meritojmë të quhemi tillë është që ne kur të duam profesor të duam pa kushte dhe të duam dhe me pahir bile, po deshet. Kështu që nuk ke nga lëviz fare. Sot ju jeni një tjetër Gjevahir në vargun e gjatë të gjerdanit të miqësisë dhe të lidhjes Shqipërisë me Austrinë, apo një tjetër Gjevahir në kurorën e kësaj miqësie. Dhe pas një diskutim nesër, ju do të përmendeni së bashku me Mejerin, me Joklin, me Ipenin, me Frondlihun, me Karl Gegen, me Aleksandr Mojsiun, në këtë komunitet shpirtrash që i ndihen kësaj miqësie dhe kësaj lidhje që ju po kontriboni drejt për ta bërë më të fortë. Dhe mbi të gjitha, ajo që i bashkon të gjithë ata austriak, të cilët e kanë emrin të shkruar në faqet e historisë këtij vendi, dhe që e bashkon edhe profesorin me ta, është një fakt shumë i thjeshtë. Asnjëri prej tyre nuk ju qas Shqipërisë për të marrë, por i qëndroi besnik Shqipërisë për t'i dhënë. Dhe për këtë, Shqipëria u është mirënjohëse. Dhe për këtë i dashur Robert, unë personalisht, së bashku me rektorin, së bashku me kryetarin e Akademisë Shkencave, së bashku me ministren e arsimit apo me ministrin e bujqësisë të pranishëm, së bashku me gjithë ekipin drejtues të Universitetit Bujqësor dhe së bashku me gjithë komunitetin që ka nderin t'ju njohë dhe të punoj me ju, ju jemi thellësisht dhe përgjithmonë mirënjohës. Tani, unë do dëshiroja që ju të vinit pranë meje për të marrë yllin e mirënjohjes, çka ju fut në një tjetër grup shumë të vogël njerëzish, miq, aleatësh, të cilët ne i kemi nderuar me këtë yll, dhe patjetër të përgatiteni për propozimin e profesor Skënderit dhe që ta dhe siç thot një fjalë, ku ka dy, ka tre, ose s'ka dy pa tre,
Edhe një gjë tjetër duhet përgatitesh i dashur Robert, që do të vi pa të marrë leje, pasaporta shqiptare, se ti nuk do ikësh nga kjo botë si austriak, po do ikësh si austriak dhe si shqiptar.